Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Labova e Kryqit në zonën e Libohovës po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj. Turistët vlerësojnë qetësinë, peizazhet dhe mikpritjen e banorëve, ndërsa shprehen se vizita në këtë zonë është një përjetim i veçantë kulturor dhe natyror. Rritja e numrit të vizitorëve po ndihmon edhe zhvillimin e turizmit rural në Libohovë. Në qarkun e Gjirokastrës, interesi fermerëve ka qenë i lartë me rreth 2700 aplikime të regjistruara. Pas kësaj faze, procesi vijon me verifikimin administrativ dhe kontrollet në terren për përcaktimin e përfituesve të subvencioneve. Në Dropull, shkollat synojnë rritjen e numrit të nxënësve për vitin 2026-2027, duke u fokusuar tek cilësia e mësimdhënies, ndërkohë që 30 maturantë përfunduan ciklin e mesëm dhe tashmë nisin rrugëtimin universitar, ndërsa shkollat e Bularatit dhe Dervicianit vazhdojnë të tërheqin nxënës edhe nga zonat fqinje. Tepelena u kthye mbrëmjen e sejntes në kryeqendrën e folklorit shqiptar me zhvillimin e edicionit të tretë të festivalit folklorik Bilbilat e Labëris. Në skenë u ngjitën 15 ansamble dhe grupe folklorike nga trevat bashkëshqiptare, të cilat sollën këngë, valle dhe rite tradicionale në një mbrëmje kushtuar ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë son kulturore. Ju njohim tani më gjërësisht. Në kuadër të sezonit veror 2026, Policia e Shtetit prezantoi masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit theksoi rritjen e përgjegjësive për shkak të fluksit të lartë të vizitorëve, duke vënë në fokus sigurinë në kufi, bregdet, rrugë dhe hapësira turistike, me qëllim pasjen e një sezoni të sigurt dhe të organizuar. Policia e Shtetit prezantoi sot masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026 për të gjithë pushuesit vendas dhe të huaj. Në fjalën e mbajtur në ceremoninë organizuar me këtë rast, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, theksoi se shifrat e larta të turizmit tashmë të konsoliduara prej vitesh nxjerrin përpara edhe sfida, duke u përkthyer në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit. Hita theksoi se për menaxhimin e sezonit turistik ka një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për Policinë e Shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune. Ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, Policia e Shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësi të territorit, veçanërisht në qendra turistike ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disajtin vit tashmë praninë efektive me biçikleta në zonat pedonale dhe përgjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët. Ndryshe nga vitet e tjera, Hita theksoi se këtë sezon njësia policore detare do të mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprera dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara.
Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndërinstitucionale. Kryepolici Hita nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit mes të gjitha strukturave përgjegjëse dhe qytetarëve për mbarvajtjen e sezonit turistik. Në kuadër të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë kësaj periudhe intensive ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejtë për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicje prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar me njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonat e juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht dhe me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdoj që lundron me mjet lundrues, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtoj përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorëve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për lehtësimin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezente. Siguria e qytetarëve dhe miliona turistëve që vizitojnë vendin mbetet prioritet, ndërsa policia e shtetit, policia kufitare dhe njësia policore detare do të jenë të angazhuara gjatë gjithë sezonit veror me patrullime të shtuara, teknologji bashkëkohore dhe gatishmëri të plot për të garantuar rendin, sigurinë dhe mbarvajtjen e sezonit turistik. Ksamili, një prej destinacioneve turistike më të njohura në vend, po mirëpret këtë sezon veror pushuesit me më tepër hapësira publike në dispozicion. Autoritetet vendore kanë marrë masa për të siguruar hapësira publike funksionale, siguri dhe kushte më cilësore për gjatë plazheve të Ksamilit. Kryeministri Edi Rama ndau sot pamje nga plazhet publike në Ksamil, të cilat garantojnë shërbime cilësore dhe akses pa pagesë, duke ju ofruar të gjithë vizitorëve një eksperiencë më të mirë buzëdeti. Rregullat e reja për menaxhimin e plazheve parashikojnë që një pjesë e konsiderueshme e vijës bregdetare të mbetet në dispozicion të publikut pa pagesë. Në Ksamil janë identifikuar disa segmente publike ku vizitorët mund të vendosin çadrat dhe peshqirët e tyre pa pagesë. Po ashtu hapësirat të tjera publike menaxhohen nga bashkia, duke ofruar më tepër shërbime pa pagesë për pushuesit. Ksamili vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore të turizmit bregdetar në Shqipëri, duke nxitur interesin në rritje të turistëve për Rivierën shqiptare. Labova e Kryqit në zonën e Libohovës po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj. Turistët vlerësojnë qetësinë, peizazhet dhe mikpritjen e banorëve, ndërsa shprehen se vizita në këtë zonë është një përjetim i veçantë kulturor dhe natyror. Rritja e numrit të vizitorëve po ndihmon edhe zhvillimin e turizmit rural në Libohovë. Zonat rurale të Libohovës po kthehen në një nga destinacionet më të preferuara për turistët gjatë sezonit veror, mes tyre spikat fshati Labove Kryqit, i cili tërheq çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj fal historisë së pasur, natyrës së paprekur dhe mikpritjes karakteristike të banorëve. Peizazhi, qetësia dhe vlerat kulturore e bëjnë këtë fshat një ndalesë të rëndësishme për çdo që viziton jugun e Shqipërisë. Je suis en Albanie. Po udhëtojmë në jug të Shqipërisë dhe pasi vizituam Gjirokastrën, vendosëm të vim edhe në Labov të Kryqit. Kishim dëgjuar se është një fshat me shumë histori dhe bukuri natyrore. Sapo mbërritëm, u mahnitëm nga peizazhet dhe qetësia që ofron ky vend. Është një destinacion shumë i veçantë dhe jemi të lumtur që e vizituam. Alors, mon ami est Ne preferojmë të vizitojmë fshatra tradicional sepse aty mund të njohim më mirë kulturën dhe jetën e një vendi. Labova e Kryqit na la një përshtypje shumë të mirë. Natyra
Situata është e mrekullueshme. Gjithçka është e ruajtur me kujdes dhe mikpritja e banorëve na bëri të ndihemi menjëherë si në shtëpi. On a visité la Vizitorët shprehen se Labova e Kryqit ofron një përvojë ndryshe nga destinacionet e zakonshme turistike. Ata vizitojnë kishën e njohur të fshatit, shijojnë bukuritë natyrore, ecin në rrugicat karakteristike dhe njihen nga afër me traditat e zonës. Banorët i presin turistët me mikpritje, duke u treguar historinë e fshatit dhe duke i njohur me gatime tradicionale e mënyrën e jetesës. Rritja e numrit të vizitorëve po sjell më shumë gjallëri dhe po krijon mundësi të reja për zhvillimin e turizmit rural. Vizita në Labov të Kryqit ishte një përvojë shumë e bukur. Vizituam kishën, shëtitëm në rrugicat e fshatit dhe mësuam më shumë për historinë e këtij vendi. Më pëlqen fakti se gjithçka ruan autenticitetin e saj dhe ndihesh edhe pranë traditës. Banorët na pritën me shumë dashamirësi dhe na treguan për jetën e tyre të përditshme, historinë dhe traditat e zonës. Kjo ishte pjesa më e bukur e vizitës sonë, sepse nuk pam vetëm një vend të bukur, por njohëm edhe njerëzit dhe kulturën e tyre. Është një eksperiencë që ta kujtojmë për shumë kohë. de vivre. Turistët e huaj tregojnë se gjatë udhëtimit të tyre kanë vizituar disa nga qytetet më të njohura të Shqipërisë. Pas ndalesës në Gjirokastra, ata zgjedhin të vizitojnë edhe Libohovën, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë zonave rurale dhe veçanërisht Labovës së Kryqit. Ata vlerësojnë kombinimin e historisë, natyrës dhe mikpritjes së banorëve, ndërsa shprehen se këto fshatra përfaqësojnë Shqipërinë autentike dhe janë ndër vendet që do t'ua u rekomandonin edhe turistëve të tjerë. Në Fterë të Himarës, po finalizohet rruga e re që lidh fshatin me rrugën nacionale, një investim i Bashkisë Himar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit të banorëve. Kryetari i Bashkisë, Vangjel Tavo, publikoi një video ku thekson se ky projekt është drejt përfundimit dhe do të sjellë më tepër akses për banorët drejt zonave urbane, si dhe zhvillim për turizmin në zonë. Rruga e re parashikon një peizazh malor të veçantë, duke e bërë jo vetëm funksionale, por edhe piktoreske. Ftera, një nga fshatrat e njohur të krahinës së Kurveleshit, ruan një trashëgimi të pasur kulturore dhe karakterizohet nga arkitektura tradicionale, prej guri dhe natyra e paprekur. Përmirësimi i aksesit pritet të rrisë numrin e vizitorëve dhe të ndikojë pozitivisht në ekonominë lokale, duke e kthyer zonën në një destinacion më të aksesueshëm për turizmin rural dhe natyror. Në qarkun e Gjirokastrës, interesi i fermerëve ka qenë i lartë me rreth 2700 aplikime të regjistruara. Pas kësaj faze, procesi vijon me verifikimin administrativ dhe kontrollet në teren për përcaktimin e përfituesve të subvencioneve. Në qarkun e Gjirokastrës, interesi fermerëve ka qenë i lartë për aplikimet në skemën kombëtare të bujqësisë, ku sipas specialistëve të bujqësisë kanë aplikuar gjithsejt 2700 fermerë. Interesi ka qenë i lartë, pothuajse në të gjithë rajonin, në të shtata bashkit tona. Kryesisht kanë qenë 4 masat kryesore, ku ka qenë fluksi më i madh i fermerëve aplikantë. Ka qenë masa e tufës bazë të matrikulluar për gjedhë, për të imta, mbashtimi i bletarisë dhe masa 8 sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore. Gjithashtu interes veçanërisht ditët e fundit ka pasur edhe për masat e investimeve, për blerjen e mjeteve mekanike, fermerë të rinj dhe agregateve bujqësore. Ndërkaq, specialisti i bujqësisë Balil Bineri vlerësoi se krahasuar me një vit më parë, heqja e mbështetjes me naftë për fermerët ka pasur ndikim. Meqense nuk është më këtë vit masa e mbështetjes me naftë për punimet të mekanizuara, është zvendësuar me masën sipërfaqe të mbjella për kultura bujqësore por kjo ka pas një specifik që nëse vjet ka qenë kufiri minimal për masën e mbështetjes me naftë për punimet e mekanizuara ka qenë 1 hektar, për masën 8 që kemi si vjet, kufiri minimal i aplikimit është 3 hektar. Parashikohet një rënje rreth 10%, 10-15% e numrit total të aplikantëve. Në një dalje publike, Ministri i Bujqësisë Andis Salla lajmëroi se për shkak të fluksit të aplikimeve, afati përfundimtar i aplikimeve në subvencione do jetë deri me datën 6 korrik 2026. Në Dropull, shkollat synojnë në rritjen e numrit të nxënësve për vitin 2026-2027, duke u fokusuar te cilësia e mësimdhënies, ndërkohë që 30 maturantët përfunduan ciklin e mesëm dhe tashmë nisin rrugëtimin universitar. Ndërsa shkolla e Bularatit dhe Dervicianit vazhdojnë të tërheqin nxënës edhe nga zonat fqinje.
30 maturantë dhe mësuesit e klasave të 12 në Dropull sapo ngjitën shkallat e fundit të ciklit të mesëm arsimor. Tashmë, një sfidë e re po i pret kandidatët për studentë në universitetet e vendit të Greqisë apo të mbarë Europës, si dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa dy drejtuesit e dy institucioneve arsimore në Dropull tashmë po përballen me sfidën e afrimit të nxënësve të tjerë në klasat e 10 të shkollave të bashkuara të Bulerat e Dervicianit. Drejtuesa e shkollës së bashkuar të Bulerat, zonja Natasha Kuco, tregon arsyet se pse nxënësit duhet të zgjedhin shkollat e Dropullit për të ndjekur mësimet. Pritshmëritë tona për vitin e ardhshëm shkollor janë të kënaqshme. Shpresojmë që të gjithë nxënësit që do të kanë përfunduar klasën e 9, gjithsej në numër 14, të na regjistrojnë të gjithë në klasën e 10. Mendimi im është se shkollat tona janë shumë të mira. Gjithmonë shkollat tona dalin me rezultate të mira. Përgatitja profesionale e mësuesve është shumë e mirë, prandaj dhe cilësia në shkollën tonë është në rritje të vazhdueshme, prandaj dhe prindërit duke marrë informacionin e duhur, shpresojmë që të vinë në shkollën tonë të regjistrojnë fëmijët e tyre, patjetër dhe pritshmëritë tona janë shumë të mira, me shpresë se do të vinë të gjithë këtu të regjistrojnë fëmijët e tyre, dhe ne patjetër nga ana jonë do të jemi në gatishmëri për të përgjigjur kërkesave. Kemi shumë nxënës që preferojnë të vazhdojnë studimet e tyre në Greqi, edhe nxënës minoritar, por edhe nxënës shqipfolës, shqiptar, që zgjedhin universitetet në Greqi, por edhe kundërta. Kemi shumë nxënës që preferojnë universitetet shqiptar, akoma edhe nxënës minoritar, megjithëse të pak në numër, por ka edhe nga ata që preferojnë studimet në Shqipëri. Gjatë vitit shkollor 2025-2026, dy shkollat e bashkuara të Dropullit janë frekuentuar edhe nga nxënës të ardhur prej bashkimeve fqinje, kryesisht ato të Gjirokastës dhe ato të Libohovës. Tepelena u kthye mbrëmjen e së enjtes në kryeqendrën e folklorit shqiptar me zhvillimin e edicionit të tretë të festivalit folklorik Bilbilat e Labërisë. Në skenë u ngjitën 15 ansamble dhe grupe folklorike nga 3 vendbar shqiptare, të cilat sollën këngë, valle dhe rite tradicionale, në një mbrëmje kushtuar ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë son kulturore. Bilbilat e Labërisë mbrëmjen e djeshme në qytetin e Tepelenës çelën edicionin e tretë të këtij festivali, ku jehuan zërat e shumë fish të polifonisë në një atmosferë plot emocion. Përfaqësues të grupeve folklorike sollën në skenë festaret e këngës labe, duke krijuar një lidhje të ngrohtë mes brezave dhe traditës. Ne si grup kemi disa vite që jemi krijuar dhe jemi pagzuar vetëm me emrin Tradita Labe. Kemi marrë pjesë në disa edicione dhe mundohemi që ruajmë traditat, zakonet e fshatrave nga ne vim nga fshatrat të ndryshëm të Tepelenës dhe ruajmë traditën e të parëve tanë. Të edhe fëmijët tanë pak a shumë i ndjekin këto tradita, meqense në distancë po i ndjekin. Ne vim nga Qaku Tiranë, nga komuna Krabë e Tiranës. Patjetër, këngë dhe valle të larmishme, siç e ka zakon tradita. Unë kam marrë pjesë para viteve 90 dhe kam dëshirë dhe kam pasur dëshirë dhe arrit dëshira që të vijë dhe sot performoj këtu. Neve vim nga Saranda dhe quhemi Ansambli Kulturor Zëri Bilbilit. Jemi me një eksperiencë 25 vjeçare, fitues të shumë çmime të para, dyta e treta, pjesëmarrës në shumë festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe sot neve në Sarandë jemi promovues më të mirët për turizmin kulturor. Unë jam me grupin e Zërit të Bilbilit Sarandë, kam rreth 7 vite. Thjesht më pëlqen kërcimi dhe vendosa të vija në këtë ansambl të bukur dhe ja dola jam pjesë e rriturve tani. Grupi Kavajs vjen sot në Tepelenë, është hera dytë që ne vim dhe kemi prit ftesë me kënaqësi. Edhe duhet falenderoj organizatorët për këtë lloj aktiviteti. Regjizori i këtij aktiviteti, Kudret Alikaj, u shpreh se synimi i këtij aktiviteti ndër të tjera është edhe promovimi i kësaj krahine për sa i përket turizmit. Është një aktivitet që ka disa faza zhvillimi, ka grupe folklorike nga gjithë Shqipëria, që nga veriu e deri në jug, që nga Mirdita e deri në Dropull. Ky festival fillon me një ekspozitë fotografike, është edicioni i tretë dhe është ekspozita fotografike nga njëri edicion në tjetrin. Pastaj kemi një kulinari shumë të pasur dhe një ekspozitë etnografike. Grupet si vjet janë përzgjedhur, kemi patur vërtet shumë kërkesa për të ardhur në këtë festival dhe
duke qenë se festivali po zhvillohet sot në Tepelen në një natë, janë përzgjedhur grupet që vërtet i japin pesh dhe e ruajnë më mirë trashëgiminë tonë kulturore. Është një festival që nga viti në vit po bëhet më i bukur, më cilësor dhe duhet falenderoj ata që e sponsorizojnë dhe mbështesin këtë festival, Qarkun Gjirokastër edhe Bashkinë Tepelen për të gjithë angazhimin e jashtëzakonshëm që ky festival të zhvillohet në Tepelen. Më vjen mirë dhe për një gjë tjetër që jo vetëm Gjirokastra ka aktivitetet të kësaj natyre, por aktivitetet të kësaj natyre tani ka edhe Tepelena, edhe Përmeti, edhe gjithë qarku i Gjirokastrës. Dhe do të ishte një gjë shumë e mirë, sidomos në këtë kohën e turizmit, që aktivitetet tyra jo vetëm të jenë të shpeshta, por i bëjnë një shërbim shumë të madh edhe trashëgimisë son kulturore. Pjesëmarrës në këtë festival ishin rreth 15 ansamble dhe grupe popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Panairi artizanal ishte në qendër të aktivitetit në kuadër të edicionit të 3 të festivalit Bilbilat e Labërisë në Tepelen. Ai promovoi produkte tradicionale dhe punime artizanale, duke mbledhur prodhues artizan të zonës që sollën kulinarin dhe zejet e trashëguara ndër breza, në një atmosferë që pasuroje dhe mëtej festën folklorike dhe vlerat e kulturës vendase. Në kuadër të festivalit Bilbilat e Labërisë në Tepelen u organizua edhe një panair me produkte tradicionale dhe punime artizanale, duke i dhënë aktivitetit një dimension të veçantë, kulturor dhe turistik. Vizitorët patën mundësinë të njiheshin nga afër me shijet autentike të zonës, si dhe me mjeshtërinë e artizanëve vendas. Sot ne kemi marrë me mjaltin, me qumës blete, propolisa, edhe pomada dylli dhe pomada për çdo lloj dhimbje, për mesje, për gjëra. Ky është një aktivitet mjaft i mirë i bashkisë, sepse na ndihmon dhe për shitje, për klientë, për gjitha. Të gjitha produktet kemi ne, nuk na ngelet asnjë gjë pa shitur. Ke blirin e kuq, ke lulen e aktit, ke sherebelin, ke dafinën. Me këto jam ushqyer dhe ushqyer dhe me këto jemi rritur 8 fëmijë. Kemi qenë një çift artizanës që kemi punuar 25 vite. Jemi marrë me kostumet polifonike të zonës Labërisë dhe të mbarë trevave të Shqipërisë. Kostumet janë të punuara me dorë, të qëndisur me dorë, prandaj edhe brandi këtyre kostumeve është Gjilpëra e Arte Polifonisë Labe Patrice Shell. Sot jemi paraqitur me gatime tradicionale të krajinës tonë, mishin, që është i pari, revani, byrek, kulaç, djatin, salsën, sarmat, pijet, të gjitha ato çfarë na jep natyra dhe dora e njeriut. Në mënyrë të gjerë, gjithandej janë të përdorshme nga të gjithë, edhe nga vizitorët, edhe nga vendasit. Sot kemi menduar të përfaqësohemi me një ekspozitë me fotot nga aktivitete të ndryshme folklorike, me pjesëmarrës artistët e Pelenës në shumë aktivitete të tilla, si dhe veshje të cilat vijnë nga garderoba e Pallatit të Kulturës, veshje pra të cilat janë veshur me të vërtet nga këta artistë në këto aktivitete. Kjo për të treguar traditën tonë, historinë nga nevim, si për sa i përket këngës polifonike ashtu edhe veshjeve, sigurisht që kjo ekspozitë vazhdon edhe me foto të reja, të cilat tregojnë vazhdimsinë e kësaj tradite për qytetin e Tepelenës. Panairi u kthye në një pikë takimi mes traditës, artizanatit dhe kulinarisë, duke plotësuar atmosferën festive të krijuar nga edicioni 3 i festivalit Bilbilat e Labërisë. Saranda ka përkujtuar regjizorin Thoma Milaj në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta me një mbrëmje nderimi të mbajtur në Galerinë Art Saranda. Aktiviteti organizuar nga kolegë dhe i mbështetur nga bashkia vlerësoi kontributin e tij në estradën profesioniste dhe në kulturën shqiptare. Saranda ka përkujtuar dhe nderuar gjurmën artistike dhe njerëzore të regjizorit Thoma Milaj, i cili dha emër dhe prestigj estradës profesioniste të Sarandës. Ka qenë nisma e kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tij, e mbështetur edhe nga Bashkia e Sarandës, organizimi një mbrëmjeje përkujtuese për emrin e Thoma Milajt në 10 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, titulluar Regjizori me muzikën në shpirt. Mjediset e Galerisë Art Saranda u kthye në skenë dhe sallë kujtimesh, vlerësimesh dhe dedikimesh për figurën dhe emrin e
Thoma Milaj, të rritur e lartësuar në premierat e estradës profesioniste të Sarandës, e cila pritej me ngrohtësi në skenat e mbar vendit. Sepse si që shikoni, roboti regon, pra media që do të bëj komisioni ju. Zonë artistike, i rritur si vokal pranë aktiviteteve të shumta kulturore që zhvilloheshin në qytet, ai hodhi hapat e para në art qysh në bandet të gjimnazit, duke dëshmuar talentin, pasionin e tij për këngë. Pas viteve 90 ajo u bë pjesë e trupës së estradës profesioniste ku me interpretimin e tij fitoi vlerësimin dhe dashurinë e publikut. Mjeshtrima Thoma Milaj ka një vend të veçantë në historinë dhe vlerat e artit të qeshurës, si një prej figurave më të spikatura të artit dhe kulturës shqiptare. Të pranishmit përjetuan një mbrëmje të mbushur me kujtime me muzikë të krijuar e interpretuar në vite, si pjesë e numrave të estradës e komedive muzikore të vëna në skenë dhe parodive, që vijojnë të jenë pjesë e memorjes dhe kulturës qytetare. Aktiviteti ishte shprehje e mirënjohjes për trashëgimin artistike. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ, ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim, bashkë në ta kafshim.